përsëri bashkë në shije shtëpie, vazhdojmë me një recetë shumë të thjeshtë, e cila në fakt që në titull kuptohet me 3 përbërës, ka më thjesht se kaq, të cilat do të na ndihmojnë të bëjmë ca biskota shumë të mira me kokos. Dhe shohim çfarë do bëj zonja Vjollca për realizimin e kësaj recete. Pra, kemi tenxherën bosh. Hapim temperaturën në mesatare. Kështa. Apo 7. Fillimisht, pastaj e ulim. Një gotë sheqer është baras me 200 gram sheqer. E kam matur, edhe pse gota është 200 ml, prap kështu i binte. Tani do marrim 4 të bardha vezës, më beti goja këtë verdhat. Do marrim vetëm të bardhat e vezëve Ovital për këtë ëmbëlsirë dhe siç e pat edhe sheqerin kristalin nga Teuta Company, që është një sheqer i imët, prandaj ka edhe këtë emërtim shtesë. Imët ideal për ëmbëlsira, veçanërisht edhe për biskotat që do përgatisim ne sot. Dhe kokosi që sa shihet mirë jep ëmbëlsirave në përgjithësi, po edhe biskotat dalin perfekte që t'i vësh në atë enën e bukur në biskotierën që mund të keni ju. Për të shoqëruar kafen tuaj pas dite. Në këtë kohë për kafe, kakao, salep, çaj, çfarë do që të pini ju mbas dite, edhe në mëngjes. Mëngjes nuk para rekomandohet të hani sheqer, dhe nuk është se vërtet kjo vi një gotë sheqer, po sa biskoto do dalin ato, i bie që ky sheqeri pjestohet në 16 apo në 18 pjesë që dalin biskotat. Dhe vezët e freskëta Ovital, të cilat duhet jenë në temperaturë ambienti, e theksoi pak më herët zonja Vjollca, po ju a kujtoj si detaj. Pra nuk duhet bjeri fare këtu pjesë e verdhë. Fare. Hedhim këtu të bardhat e vezëve dhe japim një të trazuar. Me rasen? Po, ma jep çika të rasen tënde? Po. Po e lë këtu. Ja, e vesh mirë. Ma e pa të silikone tani, që mos përgjë. Kjo. Tani këtu kemi 200 gram ar kokosit të integruar, që është si pluhur. E hedhim pak, e trazojmë, përsëri. Tani plus minus një luk, se gjithmonë kemi thënë që varet nga madhësia e vezës. Dhe fillojmë ta vendosim këtu në zjarr. U fik që? Po, nëse s'kemi vendosur gjë, e ka këtë petfikjen. Temperatura duhet jetë mesatare, jo e lartë, për arsye se kjo nuk do të piqet. Her pas here do të kontrollojmë edhe nxehtësinë e tenxherës, dhe kur fillon kjo të mpikset, mos jetë kështu e lëngshme, atëhere do shohim, do realizohet ashtu siç duhet, që duhet ta largojmë, kur ne të ngrejmë një lugë, ta kthejmë lugën dhe pjesa e brumit që kemi përgatitur të ngjitet ke luga, mos bjeri kështu. Të bjeri po mund bjeri më vonë, jo më njerë. Si puna e vezës, që kur rahim vezën, e kthejmë vezën edhe ajo nuk derdhet. Kur bëjmë në këtë rast ne do bëjmë provën me lugën, se për shembull tani po të jetë në lugë, shiko se është. Edhe pse s'kemi hedhur akoma deri në fund. Pra, kjo do të piqet si mundësisht maksimumi i temperaturës këtu brenda do të jetë 45-50 gradë. E si realizojmë këtë? 45-50 gradë është vetëm duke vendosur shpinën, tani se vonë se më ngjitet dora, duke vendosur gjithmonë dorën sa po zhvakur tenxherja. Pra, po. Është një si proces, jo pjekjeje, por ndihmon përbërësit që të shkrihen dhe të ngjiten me njëra tjetrën. Kam parë që i bëjnë jo me miell, jo me qumësh kutije, jo me gjalp, absolutisht qumëshi kokosit ka vetë yndyrën e vetë dhe nuk ka nevojë fare për yndyrë. Tjetër. Po, ju shikoni, blieni, mos jetë në qese plasmase kjo, të jetë në një qese me letër, kjo nxjerr yndyrë, kështu që ka vetë yndyrë.
rregull. Jemi duke përgatitur këto biskota, të cilat, nëse shohim recetën, pra sa janë vetëm 3 përbërës dhe mbahen mend mirë, megjithatë ne gjithmonë e pasqyrojmë me 200 gram sheqer, për ata që pijnë ato fotot, 4 të bardha veze, si dhe 200 gram arë kokosi pluhur. Ky version pra. Dhe kështu, vetëm duke i trazuar së bashku, pa e nxehur shumë, fare. Ja, tenxherja ka arritur atë temperaturë sa që është ke 7, unë do ta ul ke 6 tani. Ja. Besoj se e shef edhe kamera lart. Po. Se nuk dua që të më piqet veza, se pastaj nuk më lidhet biskota. Shkëlqyeshëm. Zonja Vjollca, me qenë se nuk do shtojmë asgjë. Jo, asgjë s'do shtojmë. Të bëj kuicin unë tani Po, vazhdo me kuicin ti, po. Jemi thjesht në këtë fazën e trazimit dhe lidhjes së përbërësve. Atëherë shpallim kuicin për Ola. Mielli Ola për çdo përdorim është dhurata që ju merrni, plot 25 kg miell Ola dhe mund të gatuani çfarë do me këtë përbërës. Jo vetëm recetat e përditshme që ndonjëherë ka nevojë sikur një lug miell, po edhe ëmbëlsira, byrek, petulla, krepa, pancake, një listë shumë e gjatë. Çdo përbërës që ka, çdo recetë që ka nevojë për miell, ja plotson kërkesën mielli Ola për çdo përdorim. Thonë që telefonata e parë është gati. Atëherë mirëpres. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, me kë flas? Me zonjën Flora. Edhe një herë të lutem emrin. Me zonjën Flora. Flora, nga na merr Flora? Po, nga Tirana. Nga Tirana, mirë se erdhe dashur. Atëherë, kemi një recetë të ëmbël nga java e kaluar. Një recetë e cila në pamje të parë kishte shumë bajame në sipërfaqe. Dhe në brendësi të saj u përdorën 2 produkte, më saktë 2 element të natyrës, një frut edhe një perime, në ngjyrën portokalli. Është ndihma e parë. Karrot. Sakt, dhe tjetra ishte, siç e ka dhe emrin ngjyra, lëngu i saj dhe lëkura për të aromatizuar. Portokall. Portokall. Përgjigja e saktë. Ishte torta me bajame dhe karrota që përgatiti zonja Vjollca. E kam bërë. E kuftova. Edhe ke gatuar. Kam 100 sot. Edhe 100. 100. Faleminderit, edhe moram pak pas të provoj një sajtin. Mire bëre, kështu duhet bëni të gjithë. Të flisja me ju prezentoj për të emisionin e dytë. Të këtij viti. Jeni shumë mirë. Ju falenderojmë nga zemra. Po. Faleminderit që na ndiqni, gëzuar ditëlindjen. Gëzuar, faleminderit shumë. Njëherë u kënaqja më shumë se më që kam ditëlindje po moroni. Patjetër, me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi. Bashkohem me zonjën Vjollca që uron shëndet e lumturi. Faleminderit me zonjën Vjollca. Ju nuk na afri jeni të mrekullueshme. Faleminderit nga zemra. Ju përshëndesim. Të kaloni bukur sot edhe të gëzoni dhuratën. Mos harroni e merrni tek fabrika e miellit Atlas. Ja, kështu me Florën, që kështë ditëlindjen. Ndërkohë, ja, po ta vëm dorën këtu, nuk është se djeg, po është, ka një ngrohtësi maksimale, si me thënë kur ke temperaturë, që jo ti largo zot. Po njerë jetë kemi provuar, kemi vënd dorën në ballin e fëmijëve dhe ka pas temperaturë 39 gjys, 40, dhe jemi të merruar. E nga këta gjë ndodhe dhe këtu. Ashtu do t'ja masi me dorë, pa. Po, ja, tak. E vendosim, po. Nëse lëm dhe më shumë, kjo fillon pasaj dhe piqet, e fikim, bëjmë edhe provën me lugën. Prova tjetër është me lugën. Bie tash po me vones, ja. Ja. Po. Tani është gati për të ndarë, ne, dhe për të vendosur biskotat në një letër pjeke pa diskutim. Sa të mëdhaja do t'i bëjnë? Mund t'i bëjnë si pas dëshirës. Nëse i doni të vogla për kafe, atëherë do t'ju ndihmojnë shumë 2 lugë çaj. Nëse i doni më të mëdha, që nuk do ta rekomandoja,
atëherë mund të merrni 2 lugë gjelle dhe mbushni gjysmën e lugës dhe me lugën tjetër e rrëshqisni. Mos u shqetësoni fare për formën, që ato në pamje të parë kur t'i vendosim aty nuk do të jenë ato formën rrumbullake që bëhet me dorë, absolutisht jo. Duhen që ato thepat e miellit të kokosit të rinë kështu sipër dhe biskota duhet të jetë e bardhë, ato thepat mund të zverdhen një çik. Nëse bëjmë kafe, nuk kemi realizuar atë që dëshirojmë. Do t'i bëj biskotat si dëshironi ju. Mua më ndihmon shumë që të bëj me lugë gjelle, se i mbaroj shpejt e shpejt. Ne do t'i bëj me lugë çaji që t'jenë të vogla për kafe. Bravo. Me që kemi ama kafen këtu, shumë edhe s'ma merr mendje që do të projmë për nesër, po, ma jep çik atë. Po. Rrofsh, Katerina. Asgjë. Ja, këto letrat finoni, sigur jam me buk, unë në shtëpi, s'ri dot. Edhe kur vë që do thek buk apo në i gjë, e kam prerë sa është ajo thekse e bukës, se kam frikë se më bëhet pisë. Ose bëj në herë byrek, nuk e të provar në i copë, aty e vë byrekun edhe. Me letrën e pjekjes e ngrënë. Po suxhuk. Letër pjekje aty, suxhukun, e palos fare, mbetet dhe yndyra atje, që të them. Ja, pra gjëtja tjetër. Të lumë, zonja Vjollca, që e ndanë këtë këshill dhe sugjerim që ta përdorim letrën e pjekjes fino edhe në këtë variant. Po, nëse është një produkt që lëshon, për shembull suxhuku lëshon yndyrën e vet, unë e palos mirë, e vë aty, e kam prerë një çik, ç'të thash, tjetër gjë që unë. Nuk do të shpesh atë recet, po, në një gjë me suxhuk. Kur vjen djali, kur vjen këto nipi. Po. Edhe mbesa dhe ajo vdes për suxhuk. Kështu pra do na duhet patjetër letra e pjekjes fino. Letra e pjekjes fino për këtë recetë është e domosdoshme, sepse biskotat do të vendosen në furrë dhe nëse nuk do të kishin letër pjekje fino, duke marrë parasysh që kanë vezën, kanë sheqerin, ara e kokosit, do të digjeshin, do të merrnin shumë gjyrë, nuk do të kishin atë shijen e mirë që ne presim të kenë. Me letrën e pjekjes fino do të shkëputen menjëherë dhe do të shijoni biskotat mrekullisht. Dhe jeni të bindur që këto do dalin rrumbullake, se rregullohen vetë gjatë pjekjes. Me shumë fare pak shpenzim, ajo pjatanca e ëmbëlsirave riplot gjithmonë. Zonja Vjollca, recetën e parë duhet ta sjell apo? Shife njërë, merr një pirun, me majnë e pirunit ta shohim. Ja, ta shohim çik. Ja. Edhe një super mirë ti. Është më sakt. E di më mirë se sa duhet qëndroj apo jo në furrë. Katerina është gati. Gati është? Po. E po ja ta sjell tani. Se më ra gjitha javull ke syzet. E dini ju që mua ja u kam thënë që tha doktoresha. Çfarë tha? Thash, kur isha unë këtu që i bëra syzet? E zonja Vjollca, po unë i ruaj, thash. Jo, nuk i ruan, tha se avullit i prish syzet. Dhe po ja përsëris klanit, syzet i bëj vetë. O, zonja Vjollca, punë me sakrifica. Jo, kur kam qenë në një televizion tjetër, mi kam pas blerë dhe syzet e diellit edhe syzet e qorrit. O, sa qesha, moj zonja Vjollca. Po, në qunë ke dyqani dhe thashun, po qa qmimi më thonë një qmim të avanë. Zgjith më të mirë ata, më të shtrenjtat. Njësoj të bëhet. Po, një palë, 2 palë, thamë, dhe për djelë, sepse unë dhe në makinë me syze qorri jam. Moj zonja Vjollca, që më knaqe. A dhe të mendosh në nëntor ka ditindjen, zonja Vjollca? Që duhet të be ditindjen time? Unë nuk thash sa vjeç bën zonja Vjollca, thash ke ditindjen për ne këtu, grupin ton. Tani ti, jo, dhe vjeç unë për vjetore kam. Për vjetor, po. Kam hyrë në moshën e tretë, mos fol më. Me zonja Vjollca, se bukur është prap. Shumë bukur. E plotësuar, punonje, ive, ke njerëz që të duan. Më do zoti mua. Ju si doni, nda që më doni. Zoti më donë. Që më knaqe, thot. Do t'ju kujtoj se receta do t'i gjeni në rrjetet sociale si gjithmonë. Receta e parë është pul me oriz dhe perime. Është bërë shumë e shijshme me orizin gold. Ne zgjodhëm paketimin e gjelbër.
sigurisht nga Teuta Company dhe keni dhe versionin e kuq dhe blu po ashtu. Të ndara, njëra për pilaf tradicional, tjetra për çdo lloj gatimi, tjetra e përshtatshme edhe për risotto. Ka dalë shumë e mirë sepse ka një aromë vërtet shumë ngacmuese. Kam përshtypjen dhe lëngu i pulës i ka dhënë atë aromën e mirë që ka tani, përveç se perimeve që po ashtu luajnë rolin e vet. Dhe biskotat Ka dalë edhe nam. pak ka dalë e mrekullueshme. Tani e kam atë mendje nuk ai sheqeri se gjithë dietologët gjithë deklarojnë që s'duhet të konsumojmë sheqer. Tani 200 gram sheqer. Numëro sa biskota? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 edhe 6, 12. Edhe 6 do bëhen këtu 18. 24. Dyshoj që teprojnë akoma. Ta ndajmë 200 gramshin në 20 e ca. Sa grami bie që të hash në një biskot? Jo, po kështu ka ardhur dita sot. Ja. Tani një cop biskot na pra, ndonjë kështu që vetëm një. Për atë filxhanin e kafes. Juve që do na shihni nesër për shembull për programin e të premtes, shumë bukur i bëni sot pas dite ju këto biskotat, nesër uleni, reatohuni aty, jashtë do bjerë shi, juve keni biskota të mira dhe një kafe ama kafe në duar, mrekulli është kjo lloj paraditeje. Dhe Katerina, them dhe një fjalë? Dhe një fjalë. Është shumë e rëndësishme temperatura që do pjekim ne biskotat. Jo 200 gradë, 180 gradë, siç kemi thënë për ëmbëlsirat, por në 160, maksimumi 165 gradë, mund t'i lëmë për 15 deri në 20 minuta. Domethënë këto nuk duhet të jenë me shumë ngjyrë. Do t'i ruajmë që të mos të teprojnë. Po, të verdha, ke parasysh si thinjat e kokës, këto pjesët sipër. Po, fjet e kokosit mund të zverdhen pak. Të lumshin duart. Domethënë 6x4, 24. Jo, më shumë ke bërë se ka kaluar 5 ky rreshti këtu. Ku ka kaluar 5? 1, 2, 3. Po jo me ky do vej deri në fund. E pa, atëherë i bie 6x5. 1, 2, 3, 4. 5, 30. Ja, 29. S'ka që. Se nuk kam më këtu. Plot janë prap. Të lumshin duart, zonja Vjollca. Faleminderit shumë për recetat shumë të mira. Pra thash edhe një herë, 160 gradë, maksimumi 165 gradë. Kush është më e vogla kjo këtu? Dhe do të shikoni të pjekura në pjatancë. Kaq ishte. Të lumshin duart. Dhe shumë bukura, zorina shumë. Do shkrihen, do hapen, do rregullohen. Do zbukurohen. Do na nderojnë. Ja. Këto është Instagrami për gjeni. sot. Faleminderit shumë. Ika tani. Po, sukses edhe të shumë faleminderit për ndihmën. Kënaqësi gjithmonë. Pafshim zonja Vjollca. Mirupafshim.